Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin, wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithë me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në ajetin 4 të surës Hadid, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Ai, Allahu është me ju kudo që të jeni, dhe Allahu i sheh të gjitha ata që ju bëni. Ajeti i begat na thot se ne jemi gjithmonë të mbikëqyrur nga krijuesi ynë, Allahu fuqiplot. Na thot që askush të mos mendoj se Allahu t'i fshihet diçka, por ati nuk i fshihet asgjë. Ai është i gjithdituri, i mirë informuari për çdo lëvizje tonë, për çdo frymarrje, për çdo hap që bëjmë, për çdo mendim që bëjmë, për çdo qëllim që kemi. Allahu është me ne, kudo që t'jemi. Ishim pra në ditët më të bukura, në ditët e muajit të begat të Ramazanit, që pra nga darba, po i vjen dhe fundi atyre ditëve të bekuara. Ishim të ftuar në mikpritjen e Allahut fuqiplot. Ishim duke kryer pra adhurimin e agjerimit, i cili është një nga shkollat më të mëdha të islamit, ku edukohen besimtarët. Agjerimi pra është një nga shtyllat kryesore të fesë dhe një ndër themelët e saj të rëndësishme. Kushdo që e lën agjerimin me qëllim, ai është një mëkatar i madh. Kushdo që e mohon domosdoshmërinë e agjerimit, ai është i dalë nga feja islame. Ky adhurim madhështor, ky muaj i begat, janë të mbushur të dypa me mësime të ndryshme. Jo vetëm për besimtarët musliman, po për të gjithë njerëzit, sepse muaji Ramazan, muaji i Allahut, Allahu është krijuesi i të gjithë njerëzve. Por sot kemi përzgjedhur disa mësime të cilat na i mësoi muaji i begat i Ramazanit. Dhe duhet që këto mësime që ne na mësoi muaji i begat i Ramazanit, t'i praktikojmë, t'i zbatojmë edhe në ditët pas muajit të begat të Ramazanit. Muaji i begat i Ramazanit nuk është vetëm një muaj agjërimi, por një shkollë e madhe edukative, në të cilën muslimani merr mësime për besimin, për moralin dhe për adhurimin. Mësimet më të rëndësishme që na mësoi muaji i begat i Ramazanit janë:
Mësimi I parë. Muaji I Ramazanit na mësoi durimin. Durimi është një nga adhurimet dhe afrimet më të larta tek Allahu fuqiplot. Kur njeriu duron duke u privuar nga ushqimi, nga pija, ai pra mësohet me moralin e durimit dhe e kultivon këtë cilësi, këtë virtyt të lartë në veten e tij. Durimi është burimi I të gjitha të mirave. Durimi përfshin qëndrueshmërinë në bindje ndaj Allahut fuqiplot. Përfshin largimin nga gjunahet dhe pranimin e caktimit të Allahut fuqiplot. Për vlerën e durimit, në ajetin 10 të surës Zumar, Allahu I madhruar thot: "Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab." Vetëm ata që janë të durueshëm do ta marrë shpërblimin e tyre pa llogari, pa asnjë lloj hesapi. Pra muaji I begat I Ramazanit na mësoi të durojmë urinë dhe etjen, të qëndrojmë të palëkundur në bindje, të largohemi pra nga mëkatet, nga gjunahet dhe të përballojmë çdo lloj sprove, çdo lloj problemi, çdo lloj vështirësie me durimin, sepse durimi është çelësi I të gjitha të mirave. Mësimi I dytë. Muaji I Ramazanit na mësoi dorëzimin ndaj urdhrit të Allahut fuqiplot dhe të dërguarit të Tij, profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Në muajin e begat të Ramazanit, besimtari mësoi që nuk ka zgjedhje tjetër përveç se të pranojë dhe të zbatojë urdhrat e Allahut dhe të dërguarit të Tij. Në muajin e Ramazanit mësuam si të nënshtrohemi urdhrave të Allahut pa hezitim, duke u përmbajtur nga ushqimi, nga pija, nga dëshirat, vetëm për hir të Allahut fuqiplot. Në këtë muaj, besimtarët e zbatojnë thënien e Allahut fuqiplot. Pra ajeti 36 të surës Ahzab, në të cilin Allahu I madhruar thot: "Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Nuk I takon asnjë besimtari apo besimtare që kur Allahu dhe I dërguari I Tij vendosin për një çështje, ata të kenë një zgjedhje tjetër në atë çështje. Pra Allahu ka caktuar, ka vendosur të agjërohet muaji I Ramazanit dhe besimtari dhe besimtarja e zbatojnë këtë urdhër dhe nuk bëjnë zgjedhje në të. Mësimi I tretë. Muaji I Ramazanit na mëson devotshmërinë. Sepse qëllimi kryesor pra I agjerimit është devotshmëria. Që do thot ndërgjegjësimi për praninë e Allahut, që Allahu pra është I pranishëm, është me ne kudo që t'jemi, duhet pra që të jemi të ruhemi nga mëkati dhe të ndjekim rrugën e drejtë, rrugën e Allahut. Këtë kuptim pra ka të devotshmëria. Të ruhemi nga mëkatet dhe të ecim në rrugën e drejtë, në rrugën e Allahut. Rruga e drejtë është rruga më e shkurtër që na çon tek Allahu fuqiplot. Dhe ky muaj I begat na mësoi se si të fitojmë devotshmërinë, se si të largohemi nga gjunahet dhe si të jemi
ndjekës të rrugës së drejtë. Muaji i Ramazanit është shkolla e devotshmërisë, e cila na mëson të përmbahemi nga gjuha, gjymtyrët dhe epshet për hir të Allahut fuqiplot. Mësimi dhe këtë pra devotshmërinë, qëllimin e devotshmërisë atë nga agjerim, e thot ajeti 183 për surës Bakara: o ju që keni besuar, agjerimi ju është bërë obligim, ashtu siç ishte edhe për ata që ishin para jush, që të bëheni të devotshëm. Devotshmëria pra është ajo parzmorja e fuqishme që na mbron nga cytjet e djallit, nga cytjet e unit në jetën tonë të përditshme. Mësimi 4, muaji i Ramazanit na mësoi ëmbëlsinë e adhurimit. Muaji i begatë i Ramazanit na mësoi bukurinë e namazit, ëmbëlsinë e namazit të natës, madhështinë e leximit të Kuranit, vlerën e duas dhe rëndësinë e përmendjes së Allahut. Këto adhurime, të dashur vëllezër dhe motra, nuk duhet t'i braktisim pas muajit të Ramazanit. Përkundrazi, të vazhdojmë me kryerjen e tyre edhe pas muajit të begatë Ramazanit. Mësimi i 5, muaji i Ramazanit na mësoi mbikëqyrjen e Allahut dhe gradën e ihsanit, të qendra nga ato veprëmirë. Agjerimi i muajit të Ramazanit na stërviti që të kemi gjithmonë në mendje mbikëqyrjen e Allahut. Agjeruesi largohet nga gjithçka, nga të gjitha gjërat që dëshiron, edhe pse mund t'i bëj. Ai largohet për atyre vetëm sepse e di që Allahu po e mbikëqyr, Allahu po e shikon. Ne mësuam në këtë muaj të begatë që të kemi ndërgjegjësim për Allahun, dhe se ai është me ne kudo që jemi. Ai na sheh, na shikon, na dëgjon dhe na shënon çdo vepër që ne bëjmë. Dhe të gjitha veprat tona do të shikojmë pra tek libri ynë i veprave në ditën e ringjalljes. Mësimi i 6, muaji i Ramazanit na mësoi se feja jonë islame është lehtësi, dhe jo vështirësi. Muaji i Ramazanit na mësoi pra se Islami është fe e lehtësisë. Ai na mësoi se Allahu fuqiplot nuk i ngarkon njerëzit për te mundësive të tyre. Allahu ka vënë lehtësime për të sëmurët, për të moshuarit, për grashtat zëna, për ato që ushqejnë me gji, për udhëtarët, si dhe ka caktuar alternativa për ata që nuk munden të agjerojnë, si që është kompensimi i agjerimit kaza, pra agjerimi në kohën që largohet pengesa për të agjeruar, apo dhënia e fidjes, pagesë për mos agjerim për arsye të ndryshme. Në ajetin 185 të surës Bekare, Allahu i madhuar thot: kush prej jush e arrin muajin, pa Ramazanit, le të agjeroj, ndërsa ai që është i sëmur ose në udhtim, le të agjeroj më vonë, po aq ditën. Allahu dëshiron për ju lehtësim dhe nuk dëshiron vështirësi. E kjo është dëshmia më e qartë që
që feja islame është fe e lehtësimit dhe jo e vështirësisë. Mësimi 7, muaji Ramazanit na mësoi bujarinë dhe bamirësinë. Muaji begat i Ramazanit na mësoi të ndihmojmë të varfërit dhe nevojtarët. Profeti ynë i dashur sallallahu alaihi wa ali, profeti Muhammed, ishte më bujari në këtë muaj të begat. Ai që përjeton urinë në këtë muaj do të ndjej dhimbjen e të varfërve dhe të nevojtarëve dhe do të mësohet me ndihmën e tyre brenda mundësive që ka. Dhe kjo është nga frytet e devotshmërisë që fitohet në këtë muaj të begat, në muajin e Ramazanit. Mësimi i 8, muaji i Ramazanit na mësoi gjerësinë e mëshirës dhe të faljes së Allahut fuqiplot. Muaji i Ramazanit është një muaj i mbushur me mëshirë, me falje dhe me shpëtim nga zjarri. Në këtë muaj, dyert e xhehenemit janë të mbyllura dhe dyert e xhenetit janë të hapura. Në këtë muaj është nata e Kadrit, e cila është më e vlefshme se 1000 muaj. Pra, për më shumë se 80 vite jetë. Pa një nata e Kadrit është më shumë se 80 vite jetë. Allahu i madhruar na thot: "Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khairu min alf shahr." E çfarë të bëri ty të di se ç'është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Enjëj dhe shpirti zbresin në të me lejen e Zotit të tyre për çdo çështje. Paq është ajo deri në akim. Dhe ky muaj i begat na mëson që të jemi gjithmonë paqësor dhe jo agresiv. Mësimi i 9, muaji i Ramazanit na mësoi vazhdimësi në bindje, në adhurim, edhe pas muajit të Ramazanit. Të dashur vëllezër dhe motra, muaji i Ramazanit ikën, por Zoti i Ramazanit mbetet. Muaji i Ramazanit na mësoi që të vazhdojmë rrugën e bindjes dhe të adhurimit dhe të mos jemi për atyre që adhurojnë Allahun vetëm në Ramazan, por të jemi zbatues të thënies së Allahut fuqiplot në ajetin 99 të surës Hijr, i cili thot: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin." Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vi vdekja. Pra gjithmonë të jemi adhurues, falënderues të Allahut fuqiplot në Ramazan edhe pas Ramazanit. Të dashur vëllezër dhe motra, këto ishin disa nga mësimet që na mësoi muaji i begat i Ramazanit. Allahu fuqiplot është Zoti i Ramazanit dhe i të gjithë muajve. Prandaj besimtari duhet të jetë gjithmonë i qëndrueshëm në adhurimin e tij dhe të jetë gjithmonë i devotshëm pavarësisht ndryshimeve të kohës dhe të rrethanave. Allahu na bëft për atyre që mësojnë nga muaji i begat i Ramazanit dhe që qëndrojnë të palëkundur në rrugën e Allahut edhe pas muajit të begat të Ramazanit. O Allahu im, ti je falës dhe e do faljen. Prandaj na fal neve, o krijues, o falës, o mëshirues. Allahu
ju ruajt, ju bekoft, ju dhe familjet tuaja, insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu qofshin mbi ju.